Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se veni në podcastin e radhës këtu në kallzo.com. Në këtë radhë do diskutojmë për njërin prej temave prapë të rëndësishme për vendin tonë, që është mbrojtja e sinjalizuesve apo mbrojtja e qytetarëve apo zyrtarëve të cilët punojnë në institucionet publike, po edhe në kompanitë private, të cilët dëshirojnë me raportu korrupsionin dhe parregullsitë të cilat zhvillohen brenda subjekteve apo brenda ndërmarrjeve apo brenda institucioneve në të cilat punojnë këta njerëz. Kosova ka legjislacionin më të avancuar të mbrojtjes së sinjalizuesve në raport me rajonin, që nënkupton që kemi hartuar një ligj pothuajse perfekt për mbrojtjen e sinjalizuesve, mirë po në anën tjetër ende sinjalizimi si koncept dhe si formë nuk është duke u zbatuar në plotësinë në vendin tonë për shkak se numri i rasteve të sinjalizuar prej njerëzve që punojnë brenda institucioneve është ende i ulët. Pra, ajo që muj me konstatu është që brenda vendit, edhe pse kemi bërë një ligj shumë mirë, kulturalisht ende vazhdojmë me pas probleme në raport me sinjalizimin dhe denoncimin e korrupsionit. Për mi diskutu sfidat e zbatimit të ligjit për sinjalizim, e po ashtu për me bë më të qartë edhe me kuptu më mirë nenët të cilat ky ligj i zbaton, në studio kemi ftuar Milot Shalën prej agjencionit për parandalimin e korrupsionit, për shkak se na ka me i thon kundër korrupsionit, mirë po agjencioni ka ndryshuar emrin dhe vazhdon me qenë tash mekanizëm për parandalim, për membri i cili merret në bazë ditore me çështjet e sinjalizimit. Milot, ju në bazë ditore merreni me këtë ligj dhe trajtoni sinjalizimin si koncept. Po na shpjegon pak çush jemi me rezultatet, për shkak se ato që po shohim nuk janë që kemi shumë sinjalizim për institucione. Faleminderit Krishnik. Ligji ka para pa obligimet dhe detyrat e agjencisë, siç jeni edhe ndjeni edhe jo, agjencia trajton sinjalizimin e jashtëm, atëherë kur plotëson kriteret dhe kur përfundohet sinjalizimi i brendshëm, në raste të caktuara edhe kur është sinjalizimi direkt ndaj përdhënësit, ose kur është i natyrës urgjente, agjencia trajton rastin. E thatë shumë mirë që i kemi në ligj të avancuar, megjithëse janë do kriteret që s'janë ndoshta në përputhje me direktivën europiane, por si të nësi, si mekanizëm, është duke funksionu jo kënaqshëm, por është funksion. Secili institucion ose të paktën shumicën që ne jemi ndjeni ka zyrtar përgjegjës, cilët i kanë caktuar për me trajtu rastet e sinjalizimit. Si trajtohen numri i tyre është çdo vit duke shkuar në rritje. Nëse marrim për shembull vitin e kaluar, kemi rritje rreth 140% me vitin paraprak. Është duke funksionu, po e them edhe herë, jo kënaqshëm, por kemi raste si po paraqiten. Ti shkojmë pak me radhë, një sinjalizim, në esencë, çka nënkupton për një institucion? Atëherë, sipas ligjit gjithmonë po flasëm, shkojmë pak përkthy pak në zhargonin pak popullor për me mbrime e kuptu njerëz. Unë e kom bën një definicion shumë të thjeshtë, e kom portretizuar si shpioni i shefit në çështje më të mirë, pra një zyrtar i cili dëshiron mi kallëzu shefit vetë që nuk janë të jetë punë mjaft mirë. A është në esencë kjo qëllimi i sinjalizimit? Qëllimi është pihon ndoshta nuk është, po e themi në termin pozitiv. Gjithsesi është pak a shumë ashtu. Qëllimi i këtij ligji ka qenë që të parandalohet fillimisht çdo keqpërdorim, është menduar që fillimisht trajtohet brenda shtëpisë, brenda institucionit. Por ata e ka para pa ligji që të caktohet një zyrtar përgjegjës brenda institucionit, tentohet të rregullohet nëse mund të parandalohet, e mandej ligji ka para pas që nëse nuk mund të trajtohet brenda, të trajtohet jashtë. Ideja është që institucionet ndoshta nuk e kanë marrë si duhet rekomandimin ose detyrat që ligji ka para pa. Fatkeqësisht ligji nuk i ka para pa do kritere të qarta se kon mundet me caktuar si zyrtar përgjegjës. E mandej shumica e institucioneve ndoshta veç i kanë plotësuar si kriter këtë aspekt, edhe për faktin kur na kena insistu mi caktu, edhe për faktin mandej që na i kemi përcjell në gjykat disa institucione të cilat kanë dështu me caktu një zyrtar përgjegjës. Po e marrëm shembull, çka i nimon
një zyrtari të shtetit, një ministri, një sekretari, një sinjalizues i fortë, një proces i mirë i sinjalizimit. Atër qëllimin qoftë se është fisnik e i drejt për me udhëheq në institucion, atër sinjalizimi është shumë mekanizëm i duhur. Çdo keq përdërim që mundet me ndodh, ministri që thatë konkretisht, mundet me ndihmu se mundet me parandalu ose me ndalu ose si do të qoftë një proces që është i dëmshëm për institucionin. Ne jemi ndjeni që mundet udhëheqësi i institucionit mos me kanë ndjeni për krejt fushat ose krejt aktivitetet që mundet me ndodh mrana institucionit. Për shembull, kemi komisione që caktohen ose të prokurimit ose të rekrutimit, që mandej udhëheqësi mundet mos me kanë ndjeni kush do që aplikon ose e mandej përmes mekanizmit mund të shfrytëzohet kjo rrugë e raportimit që të ndalohet edhe të parandalohet. Kemi disa raste që kanë pas sukses, për shembull, vitin e kaluar kemi dikon 125 sinjalizime të brendshme që kanë ndodhur në gjitha institucionet. Madje vetëm në agjenci si sinjalizimet jashtme janë rreth afër 50 raste. Tash të i marr parasysh krejt çdo raste që kanë ndodhur vjet, ka pas shumë procese që janë parandalu, e shumë procese që janë anulu, kemi përcjell raste në prokuri e polici, cilat kanë marrë veprimet mandej veprimet e tyre. Apo mendon që është nismu kriju një klim të zyrtarët të institucioneve publike ose edhe të brenda bizneseve për shkak se sinjalizimi i mbron njerëz brenda kompanive që me besu në sistem? Apo ende vazhdojmë me shku te metoda tradicionale, me i qu fjalë shefit, me i kallëzu që dikush po e përkthej po ta penduhonin mas shpine që zhvillohet një element i tillë. Pra, pse është me rëndësi që çdo gjë mu kry përmes procesit të sinjalizimit e jo me shku direkt mi tregu përgjegjësit që dikush është tu keq përdorur ose ka dyshime që diçka e keqe po ndodh në institucion. Kjo puna e kulturës raportimit është pak më e thellë, pak më e vjetër që një ligj se besoj që mundet me rregullu. Është pak kulturë ballkanike, po edhe në Amerikë ndodh dhe kudo qoftë, s'është vetëm te na. Kultura e raportimit edhe te rastet e sinjalizimit besoj që kish me pas sukses më shumë me qenë si ligjit afro një mbrojtje. Na gjithë e dim që njerëzit raportojnë, e mandej ka pas shumë institucione që e kanë ditë edhe kush do që ka raportu, po të paktën kur e përdor ligjin e sinjalizimit ose kur e shfrytëzon këtë mekanizëm, të paktën është një sigurisë, është një siguri që institucionet duhet me bë punën e vet në mënyrë që mi mbrojt sinjalizuesit. Kemi raste që ka pas sukses, po jenë ndjeni edhe jo që institucionet ndoshta ose janë kanë neglizhente në këtë aspekt, po them kanë dështu, që s'kanë mujtë me mbrojt një sinjalizues, e cilët një pjesë e tyre ndoshta për shkak, po them, mos dijenis, mundën mos me shfrytëzu ligjen, e mundën mos me shfrytëzu rrugët e duhura për me përfitu nga ky mekanizëm, për këtë aspekt mundën me dështu. Po, unë pe kam një frym pozitive që ky ligj edhe ky mekanizëm është rrugës duhën, të e pa rritjen e rasteve ndër vite, kemi fillu me 5 raste në vitin 2020. E vjet jemi në rreth 50 raste, kështu që gjatë këtij viti jemi afër 6 mujorit, i kemi rreth sa viti i kaluar. Tash të e pasit ngritje, po besoj që jem rrugës duhën, apet po e them jo kënaqshëm, po më rëndësi që ka fillu më shfrytëzu për qëllime të interesit publik. Gjithmonë po besoj. Nëse këto statistika po i çuni premtuese në këtë drejtim, a mendoni që ka me shku trendi të urrit, për shkak se na dim, shohim raportet të auditorit, shohim raportet e prokurisë që brenda institucioneve, po edhe brenda kompanive ka probleme me zbatim të rregullave. Fatkeqësisht te kompanitë ose te sektori privat, ky ligj nuk ka gjetë vendin e duhur, qysh është te institucionet publike. Unë besoj që te institucionet private interesi është shumë më i madh se te institucionet publike,
për faktin që të institucionet publike janë të rregulluar shumë hallka. Ka shumë divizione, departamente, komisione që mundën me trajtu çdo ankesë pa knaçi. Mandej kemi shumë institucione që janë të formuar, dedikuar për trajtimin e ankesave. Te sektori privat që është shumë i rëndësishëm, nuk i kemi një gjatë tillë. Është inspektorati i punës që i trajton shumë ankesa, edhe shkeljet marrëdhënie të punës, por mekanizmi i sinjalizimit të sektori privat pothuajse e marr guximin me thonë që ka dështu. I kemi afërsisht, sipas dhanave që ne i posedojmë, janë rreth 900 institucione që plotësojnë kriterin për me caktuar një zyrtar përgjegjës. Kur na raportojnë neve janë dikon 5 deri në 10 që nuk kupton që nuk janë më shumë se 20. A është një problem që këta pronarë të bizneseve nuk e kanë kuptu çka përfitojnë prej ligjit të sinjalizimit, apo thjesht po dojnë me vazhdu në mënyrën tradicionale, me i marrë informacionet, pa pas mbrojtje për njerëzit që t'i dhojnë ato? Gjithsesi mundën me qenë dy opsionet. Jam i sigurt që edhe për këtë pjesën e parë që e thotë, nuk e kanë. Nuk e kanë dijenin. Fatkeqësisht nuk i kanë edhe disa institucione publike. Ne kur kemi komunikuar me disa institucione, hala i referohen zyrtarit përgjithë si sinjalizues, që nuk kupton që se ka të qartë termin, çka nuk kupton sinjalizim e çka zyrtar përgjithë. Po çka të ofron një mekanizëm i tillë nëse je në pozicionin e menaxherit, nëse je në pozicionin e pronarit? Në sektorin Kisha pas privat, po. Për shembull, po e marrëm një shembull, çka i ofron një pronarit biznesit, ligji i sinjalizimit, kur ai mundet me këtë ligj me mbrojt një punëtor të sigurimit ose një punëtor i cili është shumë i thjeshtë atje, i cili i ka një menaxher. Ideja është kështu. Një zyrtar përgjegjës, qoftë sektorin publik e qoftë sektorin privat, kurdo që caktohet, çdo sinjalizim që e pranon, ai patjetër që ka me komuniku me menaxherin këtë rast. Nëse nuk ka të bëjë me ta, që nuk kupton që kurdo që has në shkelje sinjalizuesi që raporton, atëherë është në të mirën e menaxherit që ta rregullon ose ta parandalon. Për shembull, kemi pas raste në sektorin privat kur janë parandaluar do vjedhje të vogla temta përmes një zyrtarit i cili na ka treguar që vazhdimisht ka pranuar raporte, ai ka qenë dobi të menaxherit të dobi të kompanisë. Në këtë frym secili kompani ose secili institucion e ka të mirën që mundet me përfitu për këtij ligji. Pra, nëse ka beneficione të tilla, tash apo mendon që është përgjegjësi edhe e përgjegjësit, edhe e shefit, me reflektu që sinjalizues me i shpall heroj brenda kompanive edhe brenda institucioneve, e jo më ndodh kjo çka në disa raste ndodh në Kosovë që sinjalizues me u ndërshku, me u hjek pi punës, me u penalizu për shkak të raportimeve tyne. Definitivisht është nëse parandalon një situatë ku cënohet interesi publik, atëherë s'pedi termi përveç hero ose çfarë do termi tjetër pozitiv mundet mi atribu. Ideja është që kemi qenë po mdoket bashkë edhe në grup punus kur është bërë hartimi i këtij ligji. Ka qenë një ide që sinjalizues nëse një sinjalizim i tillë sektorin privat ose publik ka sukses edhe parandalon një pjesë një shumë ose një çmim me përfituar dhe sinjalizuesi. Ndoshta kjo mundet më bëhet me ndryshim të ligjit, që kishte qenë ndoshta edhe një motivim shtesë për me raportuar dhe sinjalizu. Në përgjithësi, ju takoni edhe keni punë me me mbi 50 sinjalizues të cilët kanë qenë vitin e kaluar. Çka janë frika e tyre, çka është sfidat kryesore tyre që ata përballen në momentin kur vendosin me bëni sinjalizim? Gjithmonë është kjo sfida që dikush mundet më hakmarrë ndaj tij. Të na e dim çysh funksionon sistemi edhe i punësimit edhe çysh është situata e punësimit në Kosovë, është pak e rëndë me hub dikush një punë, kur ndoshta mos mundesh me gjetë ose është shumë vështirë me gjetë. Kjo është sfida kryesore, sfida e hakmarrjes. Hakmarrja mundet me ndodhë në shumë lloje, qoftë me shkput kontrata, qoftë me degradu, qoftë me ndrëm zyres, mungesë të avancimit e çfarë do qoftë. Kjo është frika kryesore. Fatkeqësisht po them, ligji i jon nuk e plotson edhe
kriter që direktiva ka para pa, që secili shtet mundet me shfrytzu edhe sinjalizimin anonim. Te na kjo nuk është momentalisht, ndoshta me ndryshimin e ligjit mundet me ndryshu ky aspekt, që unë besoj fuqishëm që kish me ndiku në rritje të sinjalizimeve. Po prej këtyre 50 rasteve që ju po i përmeni, këta njerëz a janë largu krejt për punës, apo po vazhdojnë me punu brenda institucioneve? Jo, i kemi 2 raste që kemi përcjell në gjykat për hakmarrje që kanë tentuar me marrë ndaj tyre, por shumica kanë qenë në raportim për keqpërdorime. Domethënë shumica e po krejt janë të punu, edhe këta 2 persona që i përmena më herët që i kemi përcjell në gjykat, shumica janë të punu. Ideja është që ne kemi edhe detyrim ligjor me mbrojt identitetin e tyre, mbrojtjen e sinjalizuesve e mbën gjykata momentalisht sipas ligjit. Ne kemi për obligim ligjor për cilën nëse e konstatojmë që ndaj një sinjalizuesi është marrë ndonjë mas pa drejt, ne e përcjellim si kërkesë për kundërvajtje në gjykat, ashtu siç thotë edhe ligji. Tash, çka nuk guxon mbikëqyrësi me i bo sinjalizuesit në rast se ai është të mbrojt me këtë ligj? Brenda procesit punës. Gjithsesi, janë shumë situata ku ligji ka parapas që mundet me mbrojt ose do të pëndhën si të mos merr masa ndaj tyre, si me largim, si me ndrim të pozitës, si me janë shumë situata ku çfarë do lloj degradimi ka drejt sinjalizuesi me kërku mbrojtje. A ekziston tash në prej diskutimeve që ju i keni pas me sinjalizuesit, edhe një frikë për pasojat që mund të pas familja, për si vinë, për ato që nëse dikush është sinjalizues një herë, kur të hynë në një punë tjetër, nuk kanë me marrë në punë për shkak se ai portretizohet si person i cili i mon syt hapun, i raporton gjanat. Është fakt që kjo mundet me ndodhë, këtë që po e thu ti, po nuk kemi pas në kërkesë tillë, nuk ka thonë që unë po tutna me sinjalizu për shkak të familjes. Zakonisht sinjalizojnë në vendin e tyre të punës, e mandej hallën e kanë për vendin e punës. Këtu ka qenë në gjitha po më nëjë situata ku fokusohen sinjalizues. Prej përvojës t'juj, qëto rastet që janë në agjencian, për çfarë veprash, për çfarë keqpërdorimesh është sinjalizu? Një pjesë e madhe, më i them, ka qenë në aspektin e konkursov, në aspektin e prokurimit publik, mandej avancime, çfarë do lloj keqpërdorimi tjetër që ka ardhur, ne kemi pranuar. Por shumica çka realisht një punëtori një kompanie, një punëtori institucioneve publike mundet me sinjalizu, pra, cilat vepra, cilat keqpërdorime mundet me sinjalizu. Ligji ka parapa që çdo keqpërdorim ose çdo veprim që cënon interesin publik është në kuadër këtij ligji, që nuk kupton përveç keqpërdorimeve të veprave të korrupsionit. Por shkak se njerëzit e menojnë që kjo është, domthonë sinjalizimi nuk kupton vetëm me denoncu dikon i cili po merr mito. Jo. E në realisht kjo nis edhe nëse dikush nuk vjen me kohë në punë. Edhe nëse ka ngacmime seksuale, edhe nëse ka favore të seksuale, ose nëse ka avancim të njerëzve për shkak se e ka dikon kushëre, e ka dikon tafër, e ka dikon veç pse pin kafe po jep favore ma shumë brenda institucionit. Gjithsesi, krejt format që ju i cekt edhe ne i kemi pranuar. Domethënë nuk i ka kufizu ligji veç një formë të natyrës veprav, po i ka përmbledh gjitha në interesin e cënimit, interesin publik. Pra kur do që është cënu interesi publik, mund të shfrytëzojnë këtë ligj. Ideja ka qenë që për shembull edhe kjo, nëse është e rrezikshme edhe mundet me ra, është sinjalizim. Është sinjalizim se është interesi publik, se vjen dikush në studio, jo unë, po vjen edhe dikush tjetër, edhe mundet me... Pra, siguria në vendin e punës, një prej elementeve të rëndësishme që e kemi problem. Në vazhdimsi mundet mu sinjalizu pashtu. E ceka dhe me herët që unë besoj që është sektori privat shumë i rëndësishëm edhe institucionet do të fokusohen në sektorin privat. Sektori privat e ka rëndësinë shumë të madhe. Ne jemi të vetëdijshëm për rastin e ujit që ka qenë, e që po e pim tash, po mendoj që është siguria edhe interesi
nacional, e po e thëmë përsëri të sektori publik është deri dikun e rregulluar edhe aspekti tjetër përveç mekanizmit të sinjalizimit. Po, unë po besoj që ka ardhur koha edhe me ndryshu ligjin. Ju e cek në fillim që është ligj i mirë në rajon, që pajtohem që është më i mirë se shtetet e rajonit. Janë do kritere që direktiva europiane i ka para pa, e që po besoj duhet të vendosen në ligjin tonë. Thash më herët raportimi anonim kish me qenë ideal për faktin që njerëzit nuk hezitojnë mandej me raportu. Po parim edhe tash ka mekanizma mund me raportu edhe të ju edhe të institucionet tjera në mënyrë anonime për parregullësitë të cilat ndodhin. Pra, vetëm mbrojtja nuk garantohet tek anonimja. Po, definitivisht po, po e thëmë për praktikës. Ne sa kemi qenë Agjencia kundër korrupsionit, i kemi pas një mandat pak më të fuqishëm ndoshta se tash. Kur ka qenë anonim raportimi, njerëzit nuk kanë hezitu me raportu edhe kemi pranu raportimet përditshme. Tash, kur i thu që do të për me kalu përmes mekanizmit të sinjalizimit, do të jetë emri, do të dihet krishniku ku punon, njerëzit hezitojnë. Hezitojnë për atë arsyen që na e Po thamë herët. që prej përvojës që po e flasim, nëse hakmarrja ka qenë për shkak se njerëzit e dinë kush parafërsisht mundet me raportu, edhe nëse raportimi ka qenë anonim dhe hakmarrja ka qenë pastaj e heshtur me vitet tona, nuk ka garantuar mbrojtje. Por që ta ligji është në frymën që Definitivisht. identifikohesh dhe në rast se konstatohet në të ardhmen që po e zojmë shefi ose mbikëqyrësi, po merr masa ndaj teje dhe ti e ki mbrojtjen sepse ke raportu për të, kjo është rrugë shumë më e mirë dhe garanton siguri juridike mendoj. Definitivisht, unë këtë që po e thu ti po e përdorja me trajnimet me zyrtarë të përgjegjës, edhe për marrë dë shembull kur kena shku në institucion me marrë informata dhe ka thonë X persone ka paraqit rastin. Domethënë e ka pas dijenin pak a shumë që kush mundet me paraqit një rast. Tash unë po them, ma mirë është me shfrytzu ligjin, se të paktën bile je kush je dhe ligji të ofron mbrojtje. Është shumë e thjeshtë në rast se kamet mbikëqyrësi kamet vlerësuar në fund vitit me nota e tjera dhe ti ke bën një sinjalizim, ai përjashtohet për vlerësimit tonë, nëse në rast se bën vlerësim negativ kite drejt ankesës. Gjithsesi. Dhe këto janë mekanizma që të mbrojnë. Ideja kish me qenë e mirë në qoftë se fillojnë gjykatat që këto raste që janë shumë të pakta, të reflektojnë dhe të gjykojnë drejt edhe të përfundojnë punën e tyre ma shpejt. Janë disa raste në gjykat që ende s'kan epilog, e mandej kur del një vendim i gjykatës që ka konstatu një shkelje të institucionit, njerëzit edhe mandej zyrtarët motivohen për me raportu. Kur e përmena ma herët ligjin pse është i mirë, është fakti që ligji garanton edhe mbrojtje për sinjalizues të cilët shkojnë në media. Në parem, edhe na e vrejmë që ende nuk është u shfrytzu mënyrën e duhur prej zyrtarëve brenda institucioneve. Pra, e drejta për me dalë, me denoncu korrupsionin në media, ende nuk është u shfrytzu në mënyrën e duhur. Pra, shumë ma lehtë zyrtarët publik vinë në media në mënyrë anonime dhe i binë rastet, se sa me dalë publikisht edhe me raportu për kolegun e vetë. Gjithsesi, ligji ka para pa, siç jeni ndjeni edhe jo, 3 lloje të sinjalizimit, është i brendshëm, i jashtëm dhe është publik që në kupton sinjalizimin në media. Fatmirësisht unë besoj që kushdo që ka dalë media dhe ka pas edhe sukses. Nuk ka pas sukses ndoshta kur kanë fillu sinjalizimet në brenda, edhe kjo ka qenë një arsye shtesë për me dalë në publik. Ligji e një sinjalizimin publik, na mundu mi motivu për me sinjalizu dhe raportu çdo shkelje, çdo kësipërdorim, mbrojtjen edhe herë po them, ndoshta me ndryshimin e ligjit kish qenë mirë që fillimisht me pas në institucion jo gjykata, po fillimisht me konstatu nëse jo agjencia për parandalimin e korrupsionit, ndonjë institucion tjetër, që në praktikë shumica e këtyre vendeve ka agjencia për parandalimin e korrupsionit, që mundet me bani filtr, Një mbrojtje në shkallë të parë. edhe kish me qenë më shpejt edhe ndoshta edhe më efektshme.
Milot, faleminderit shumë për diskutimin, ke shumë kënaqësi me i shpjegu edhe një herë, çështjet e sinjalizimit dhe çështjet e mbrojtjes së sinjalizuesve sipas ligjit tonë dhe me dhënë statistika të cilat për mua janë të mira, për shkak se 140% nuk është rritje e vogël, edhe pse në fund janë vetëm 50 raste të raportuara te jo. Gjithsesi, faleminderit shumë edhe për ftesën, po edhe për kontributin që e keni bë për sinjalizimin. Faleminderit shumë. Shikues të nderuam, ishte Milot Shala prej Agjencionit për Parandalimin e Korrupsionit dhe kemi diskutuar për mekanizmat e mbrojtjes së sinjalizuesve në vendin tonë, po ashtu kemi marrë disa dhëna inkurajuese. Normalisht raportimi i korrupsionit, luftimi i korrupsionit, luftimi e sicilës parregullsi në vendin tonë zhvillohet vetëm duke raportuar dhe duke sensibilizuar që kjo po ndodh, andaj vazhdoni edhe me përdor ligjin për sinjalizim, vazhdoni edhe me raportu në vazhdimsi për secilën situatë ku ju jeni dëshmitar të secilit abuzim. Pra të kemi të qartë, nuk është korrupsion vetëm me marr parë ose me dhënë parë, po korrupsion është edhe mos me shku me kohë në punë, me u vanu në punë, apo edhe mos më paraqit me kohë ashtu qysh e lyp ligji. Vazhdoni me na ndjek kallzo.com dhe deri në podcastin e radhës. Mirëmbëjtje.